Përshëndetje të dashur televizikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. SPAK dhe antimafia italiane zhvilluan operacionin e koduar URA, që çoi në shkatërrimin e një trafiku ndërkombëtar droge, riciklim kapitali dhe abuzim detyre. 52 urdhër arreste dhe sekuestrohen miliona euro pasuri. Antimafia e Barit dhe autoritetet shqiptare SPAK në bashkëpunim me Interpol zhvilluan një operacion të madh mes Italisë dhe Shqipërisë, duke goditur trafikun e heroinës dhe kokainës mes Ballkanit, Evropës Veriore dhe Puljas në Itali. Operacioni koduar URA ka çuar në shkatërrimin e një trafiku ndërkombëtar droge, riciklim kapitali dhe abuzim detyre. Në total janë 52 urdhër arreste mes Shqipërisë dhe Italisë, si dhe është ekzekutuar urdhri sekuestrimit të pasurisë për disa miliona euro në Itali e Shqipëri në pronësi të grupeve kriminale. Kryetari SPAK Dumani, kryeprokurori i Barit Roberto Rossi dhe drejtori i antimafias italiane general Michele Carbone dolën në një konferencë të përbashkët për shtyp mbi detajet e këtij operacioni. Janë dokumentuar vepra korruptive në Shqipëri, masa nga gjykata e posaçme për korrupsion për zyrtar shtetëror. Sot janë ekzekutuar dhe sekuestruar pasuritë që rrjedhin nga trafikimi i lëndëve narkotike, 3 restorante në Durrës, një bar kafe, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në Vlorë, tha Dumani. Ky operacion përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm në luftën tonë të përbashkët kundër krimit të organizuar transnacional. Kam kënaqësinë të nënvizoj sot se është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshime të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetime të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj që mund të arrihet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellë, profesionalizëm dhe përkushtim. Kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë prej 10 vjetësh për arritjen e objektivave të përbashkëta. Per noi combattere il crimine in Albania o in Italia Për të luftuar krimin në Shqipëri apo në Itali è la stessa cosa. Është e njëjta gjë. E abbiamo la piena consapevolezza Jemi të ndërgjegjshëm che le autorità investigative që autoritetet e hetimit shqiptar e in particolare ovviamente la SPAK dhe në veçanti SPAK sono solidamente, fortemente capaci janë shumë të afta di perseguire i reati kapjen e veprave insieme con noi. Bashkë me ne. Questa vicinanza e questa forza comune Kjo afërsi dhe kjo forcë e përbashkët veramente importante është shumë e rëndësishme a sottolineare. e theksoj përsëri. 45 vjeçari tenton të vras bashkëshorten në Patos. Ndërhyrja menjëhershme e policisë parandaloi këtë ngjarje kriminale. Arrestohet 45 vjeçari. Dhuna në familje është një fenomen shqetësues në shoqërinë tonë. Një 26 vjeçare nga fshati Dukasi i Patosit është dhunuar nga bashkëshorti i saj 45 vjeçar duke tentuar për ta vrarë. Policia ka ndërhyrë menjëherë pas denoncimit të 26 vjeçares se bashkëjetuesi e kishte dhunuar dhe ka nosur për jetën. Shërbimet e stacionit të policisë Patos parandaluan ngjarjen kriminale në këtë familje, si dhe në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Fier, mundësuan kapje në flagrancë dhe vënje në pranga të autorit të rastit, shtetasit IR, 45 vjeç. Në vijim të veprimeve policore për këtë rast, u krye kontroll në banesën e këtij shtetasi, ku u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë zjarri Kalashnikov me municion luftarak që posedohej pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Ekspertët parashikojnë që vera e këtij viti do të jetë ferri mbi tokë. Pas qershorit të butë, temperaturat e larta mbi normalen dhe thatësira do të karakterizojnë verën e këtij viti. Pranvera është shoqëruar nga rishje të shpeshta dhe të rrëmbyeshme që kanë shkaktuar edhe dëme në bujqësi. Por vera e këtij viti, sipas portalit meteorologjik të specializuar Severe Weather Europe, vjen me një motë më të thatë, më të nxehtë dhe potencialisht ekstrem, veçanërisht në gjysmën e dytë të sezonit.
Edhe pse parashikimet afatgjata nuk konsiderohen në përgjithësi tërësisht të besueshme, ekspertët kanë arritur në një konsensus sa i takon modeleve globale, të cilat afrojnë pak a shumë të njëjtën panoramë: temperatura mbi mesataren, mungesë rreshjesh dhe rritje e rrezikut nga valë të nxehta. Pranvera e 2025-s është karakterizuar nga një presion i theksuar atmosferik, që formoi presion të lartë dominues mbi veri-perëndimin e Evropës. Ciklonet e shmangën pjesën tjetër qendrore të kontinentit, duke u përqendruar kryesisht në rajonet jugperëndimore dhe verilindore të tij. Rezultati ishte i qartë. Pjesa më e madhe e Evropës regjistroi temperatura mbi mesataren sezonale, ndërsa më shumë rreshje u regjistrua në jugperëndim dhe pjesërisht në jug të saj, ndërsa pjesët veriore dhe veriperëndimore ishin të thata. Këto kushte tashmë kanë shkaktuar shqetësim për vazhdimin e trendit të thatësisë gjatë muajve të verës. Fillimi i verës, nga sa thon meteorologët, mund të jetë relativisht i qëndrueshëm. Megjithatë, Evropa perëndimore dhe jugore mund të presë temperatura mbi mesataren që në muajin qershor. Policia e Lushnjës po heton të dyshuarit për vjedhjet që janë bërë në disa biznese në lagjet Lirigero dhe Kongresi i Përmetit. Gjithashtu procedoi penalisht 4 shtetas për vepra të ndryshme penale. Vazhdoj me njoftimet të tjera nga policia, ku specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin RZ, 32 vjeç banues në Divjak, pasi ka kallëzuar një 35 vjeçar se ka falsifikuar një certifikat pronësie. Po punohet për verifikimin e këtij kallëzimi. Policia shpalli në kërkim shtetasin AP 60 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me send të fortë një shtetas 20 vjeçar. Në lagjen Lirigero dhe në lagjen Kongresi i Përmetit, dyshohet se persona ende të pa identifikuar kanë vjedhur në 2 lokale, berberhan dhe makina me qera, 2 celular dhe para. Shërbimet e policisë, menjëherë pas kallëzimeve të pronarëve të subjekteve, kanë nisur hetimet dhe po vijojnë punën për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të vjedhjeve. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimit kibernetik kapën shtetasin e shpallur në kërkim AD 25 vjeç banues në Korçë, pasi gjykata e Korçës i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, sepse akuzohet se ka përndjekur ish të dashuro në Fier dhe një shtetasit të mitur në Korçë. Veprimet e mëtejshme procedurale për këtë shtetas do të kryhen nga DVP Korçë. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin ZH, 45 vjeç, banues në fshatin Petov, pasi ka kallëzuar një 41 vjeçare se e pengon pa të drejtë që të kryej punime në tokën e saj. Punohet për verifikimin e këtij kallëzimi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Vazhdon kriza e kuvendit të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti u shpreh që le të më testojnë nëse zbesojnë që i kam 61 vota. Vazhdon kriza politike në Kosovë në lidhje me mos konstituimin e kuvendit, por kryeministri Albin Kurti i përgjigjet kësaj gjendje: më testoni nëse nuk besoni se kam 61 vota për të bërë kryeministër në mandatin e tretë. Sipas tij, këtë testim mund ta bëjnë duke votuar Albulena Haxhiun për krye parlamentare, gjë që do të ishte fitore për ta, pasi bllokimi i kuvendit duke pamundsuar kvorumin nuk është fitore. Kryeministri tha se nuk po arrin ta kuptojë opozitën dhe se çfarë saktësisht do, por janë të kënaqur që ai vazhdon të jetë në postin e kryeministrit. Nëse ata dëshirojnë të më largojnë mua, do të duhet ta votojnë Albulenën, theksoi Kurti. Udhëheqësi i lëvizjes Vetvendosja është shprehur se kandidatura Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit të Kosovës është vendimi i partisë dhe nuk do të tërhiqet. Ai tha se gjatë procesit të formimit të qeverisë do të jetë i gatshëm për kompromise dhe koncesione. Albin Kurti ju rikthye idesë së një koalicioni me LDK-n i palëkundur nga refuzimet e saj. Kryeministri Kurti nënvizoi se bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe 3 mandatet e nismës mund të bëjnë 80 deputet në parlament. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë, mirupafshim.